Këtu. Çfarë do të bëjmë tani? Nga ta diun. Çfarë do të thuash nga ta diun? Je ti që thua se kemi familje, o budalla. Mendova se nuk do vinë, ne do të arratiseshim. Shiko, gjyshja ime është këtu. Çfarë do të thuash me gjyshën tënde? Si nuk e dini, kemi ngrënë kaq shumë bungajo. O, gjyshe. Ke dalë për shëtitje ti? Bëre mirë. Moti mirë. Eja të marrim për një shëtitje. Eja të qëmë për shëtitje. Kush jeni ju? Është nga pleqëria, gjyshe time i ka ikur mendja. O, gjyshe, unë jam pra një pytë Zaferi. Dhe këta janë shokët e me, të kujtohet? Shikoj nipin. Nuk kam një nip me emrin Zafer. Kush? E kush janë këta njerëz? Oh, zot, është gjyshja ime, Fatma. Kush është Fatma? Hajde, edhe emrin e ka arruar. Vëllezër polic, gjyshja ime është pak senile. Ti e senile? As një person senile nuk e pranon se janë senile. A është veç shkencërisht kjo? Nëna ime Fatma është një shembull i kësaj. Emri im nuk është Fatma, pra. Unë quhem Shykyfe. Fatma. Shykyfe. Fatma. Shykyfe. Shiko, ata janë kritikisht të mendur. Ti e i mendur, pra? Tamam vajt Shykyfe. Fatma. Largo që këtu. Largo. Teze, i nje këta fëmi? Të thash që nuk i njo. Pse fëmija im? Ajo është senile. Teze, a keni një djalë nusa apo diçka tjetër? Me vajzën time. Ha? Baba im është në punë, por nëna ime është patjetër në shtëpi. Shko pyet, vazhdo, shko pyet. Po, ashtu është. Ti nuk je as fëmija e vajzës ime, gënjeshtrat nuk të rrim pa lëvizur, apo jo fëmija, thuaje? Mere shikoje, dje ajo po i thoshte mamas sime se nuk është vajza ime. Ti nuk e ke idenë se çfarë po kalon nëna ime. Më thyet zemra kur shoh gjyshen time kështu. Të kujtohet vëllasa gruaja e zgjuar ishte? Shumë. Eja këtu teze, eja. Tre! Ejani këtu, ejani! Dal, eja këto! Vraponi pandalshëm! Me gjanë më shpejt! Vrapo më shpejt! Shikoni Nazmin, shikoni. Nuk mund të besoj, Zafer, ti e bëre gruan të shmendet. Çfarë duhet bëja? Kishim frikë të përfundonim në jetimori për shkak të këtij njeriu. Ky njeri kishte krahë të çmendur kudo. Po të paktën mund të na kishte kapur. Por ai nuk mund të na kapte. Eja këtu. Ku po shkon që në mëngjes, eja? Çfarë ndodh, Ku po shkon? Çepe. Çfarë ka? Nuk mund t'ja shprej për një jetë të tërë. Po ju lutem më ndihmoni të arratisim nga këtu, ju lutem. E pamundur. Edhe nëse e shpreh për një jetë të tërë, nuk mund të më sjellësh aq para sa veshka jote e mbetur. Çfarë do të thotë jo? Ti pse mendon se po të mbajnë këtu, Mendon për këtë kara? Mendoj një herë, vare në funksion këtë vazo. Unë do të them ty. Nëse veshka e Fezës dështon sërish, gjithsesi ke një rezervë. Do ta marrin edhe atë veshkë. A më kupton tani çka është puna? Atëherë do të vdes.
është vullneti të plot fuqishmit. Çfarë do të bësh? Eja këto! Jo, të lutem, mos më lër. Jo, mos më lër, të lutem. Erdal vëlla! Mos më lër, të lutem. Erdal vëlla! Ja! Erdal vëlla! Të lutem, mos më lër. Prit pak! Erdal vëlla! Prit! Eja! Shiko vëlla, e ka pak të dreq djali. Faleminderit çatall. Mund të shkosh tani. Hajde, miru pafshim. A nuk të thash unë që të mos ikësh? Apo jo? A nuk të thash? Çfarë të thash unë? Çfarë të thash? Djali pa të gjuhëshëm! I pa të gjuhëshëm! Motër më jep pak buk. Kara. Mirje. Mirë. Më kujtohen ditët e vjetra të çatallit. Shikoje këtë, duke ulur rehat përballë nesh pa paguar asgjë. Por pastaj thash me vete, biri im Kara, ti dërgove të paktën një nga qentë së kaluarës në parajsën e gomerëve. Çfarë do të thotë kjo? Them se ja dhash një goditje në kokë burrit që ja shitim besën këtij bastardi. Këtë e mendoja. Madje e kanë parë edhe në videon që mori hyma, ndaj nuk është sekret. Çfarë ndodhi? Nën e biu zbehet? Qohu. Ngriu nga tavolina ime. Çfarë nuk shkon, nuse? Ti kën nga tavolina, kujt po e largon? Ha? Unë nuk mund të ulem në të njëjtën tavolinë me vrasësin e burrit tim Lara. Ne jemi ulur në të njëjtën tavolinë me trafikantin e fëmijëve. Barbaras, për çfarë folën birim? A është e njëjta gjë kjo? Ha? Ky njeri është baba yt, patjetër që do të ulesh në një tavolinë. Por kush është ky? Askushi. Është vllai i pronares së kësaj shtëpie. Çatallit nuk mund t'i bëjmë asgjë. Pra ti thua që ta mposhtim Nazmien? Pikërisht. Çfarë do të thuash do të bëjmë? Kara. Ha? E di çfarë do të them? Pse po zvarritesh në skajet e hoteleve? Eja këtu të jetojmë së bashku në shtëpi. Bëhu shoku i dhomës sime. Çfarë? Si thua, a është në rregull? Për zotin të betohem, nëse do ham në këtë tryezë, unë jam për. Po më turpron, mor. Do të bëj një dhomë të bukur. Ju mund të shtriheni ballë për ballë njëri tjetrit me çatallin. O, në rregull, çfarë do dëshironte më shumë, Kara? Jo, do të jetë mirë. Uaj be. Ti dakordohesh pra. Do t'i merrni këto në shtëpi. Sa bukur. Atëherë merr edhe këtë djalin që vrau nënën tënde. Le të kompletohemi. Unë do ta vras këtë grua të çmendur. Çfarë po ndodh? Ana, çfarë po thua ti? Çfarë po ndodh? Maniak po bëni ju. Axher. Ndalo. Mos më prek mua, ndalo. Lëshoje. Të lutem. Dalë moj, hey. Lëshoni. Për hir të Zotit ndaluni. Ndalun një herë. Grua e pasiv. Psikopate, e çmendur. E çmendur. Po bëni ju? Vajzë, çfarë po bën? Dal. Meselem! Bu benim meselem! Derin mesele! Ezelden ebede giden mesele! Hatırım çiğnendi, kalbim kırıldı. Ömrümün derdidir benim meselem. Mesele! Bir sevda türküsüdür meselem.
Aşkımın öyküsüdür meselem. Yeryüzü gökyüzüdür meselem. Ndize. Bir sevda tüzüdür Hajde dhe të gjithu shmedhe për këtë çështje. Aşkımın öyküsüdür meselem. Benim meselem, derin mesele. Ezelden ebede giden meselem. Bu benim meselem, derin mesele. Ezelden ebede giden meselem. Hatırım çiğnendi, kalbim kırıldı. Ömrümün derdidir benim meselem. Hatırım çiğnendi, kalbim kırıldı. Ömrümün derdidir benim meselem. Meselem, alın yazım gibi meselem. Kırık sazım gibi meselem. İki gözüm gibi mesele. Mesele bir sevda türküsüdür mesele. Aşkımın öyküsüdür mesele. Yeryüzü gökyüzüdür mesele. Mesele. Cevapsız sorular üst üste biner. Gördüğüm misali benim meselem. Cevapsız sorular üst üste biner. Gördüğüm misali benim meselem. Hasretin korkusu ruhuma siner. Yanına çağırır beni meselem. Hasretin korkusu ruhuma siner. Yanına çağırır beni meselem. Meselem, alın yazım gibi meselem. Kırık sazım gibi meselem. İki gözüm gibi mesele. Mesele bir sevda türküsüdür mesele. Aşkımın öyküsüdür mesele. Yeryüzü gökyüzüdür mesele. Mesele. Kalo.
Kush është tani? Sare duhet jetë. Tha që do kalonte në mbrëmje. Vajs? Pse po më shërben ti mua je nuse apo diçka e tillë? Jo. Nuk funksionoj për shakun tënd. Pse? Çfarë kam bërë unë, thuaj? E po hesh tani Barbari do ta dëgjoj? Më ka mërzitur ky djalë. Më mirë të mos flas për atë. Çfarë kam bërë? Mirëmbrëma. Mirë se erdhe Sare e Sare Aulu. ulu këtu. Mirë se erdhe, prokurore. Mirë se ju gjeta. Aliu më kërkoi ndihmë për letërnjoftimet, pra e pyeta Saren se çfarë mund të bëjmë, prandaj erdhi. Si përfundim, a do të mund të marrin kartat? Nuk do t'jeta që lehtë, Gylajshë. Tani, ja situata. Ose babai duhet të pranojë fëmijën dhe ta regjistrojë atë, ose do të hapet një çështje për atësinë. Testi i ADN-s do të vërtetojë se fëmia i përket atij, apo jo? Pra në çdo rast duhet të ketë një baba. Po. Nëna e Merxhanit e lindi në burg, mendoj. Pikërisht. E dërgoni hetimore kur ishte 6 vjeçë. Aty mund ta kishim gjetur certifikatën e lindjes. Por nëna e saj nuk ka pas letërnjoftim. Dhe ajo martoa me babain e saj me ima. Pra puna jonë është shumë e vështirë. Situata e Sabitit e njëjtë, nuk ka një baba të regjistruar. Vëlla zëpkën jetë ashtu nuk e ka njohur kur familjen e tij asnjëherë. Pra i kishte një baba që nuk duhet të jetë një bastard sikur ky çatalli, por Dini se ku është ai? nuk e di, por ai po e din. Vërtet? E dëgjove? Sigurisht e dëgjova djali im, a jam i shurdhër? Durim. E mban mend ata Aliun pa baba? Sigurisht që e mbaj mend. A ishte udhëheci atyre fëmijëve pa baba. Ata ma vodhën atë fëmijë dhe janë mbathën, ma vodhën fëmijën dhe janë mbathën. Mirë, harroje tani, harroje këtë temë. Ai e tim kishte një baba. A të kujtohet se kush ishte ai? Më kujtohet. Ai është Ragib. Na thuaj ku mund ta gjejmë këtë Ragib? Nuk ta them. S'do ta them se s'dua ta dërgoj djalin tim tek Ayashi, s'ta them. Ore, ma thuaj. Ma thuaj mirë nuk do të shkoj. Ku është ky njeri? Më premto se nuk do të shkosh. Mirë, mor të premtoj, nuk do të shkoj. Ku është ky njeri? Ku mund të jetë ai? Me siguri po dehet në tavernën e Fargëtarit në Tophane. Ai vendi është ende atje. Vërtet? Por ai idiot është aty. Gjithsesi duhet I tregoj Aliut për këtë. Barbaros, birë mos shkone aja është lutem. Barbaros, mos shko! Kara, vetëm afro edhe mua. E lash makinën në servis, erdha me taksi që të mos merrem. Mirë, në rregull. Dhe rrugës do të tregoj se çfarë duhet të bëjnë të gjithë. Mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Me qëra fjala, edhe ti mund të ulesh, diskutoni për lojrat që fati ka luajtur mbi ju nëpërmjet një çatalli. Por çfarë loje po flet? Nuk mund të martohesh për shkak të një çatalli, atë kujtohet. Por Aliu dhe Merxhani do të martohen për shkak të një çatalli. Dhe unë do kërcej me këtë vajzë të bukur në dasmën, sipas ti. Do e shohësh këtë. Shiko, mos më detyro. Barbar nuk ka gjë pra. Ai po bën këtë për të të bërë xheloz vetëm një roj atëherë. Tani largohu. Hajde natën e mirë. Hajde natën e mirë.
Pse erdhe tani? Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Si e ke halin? E ke që është puna jote. A jeni vërtet mirë? Zënja Huma tha, ne nuk kemi ndonjë vepër të mirë. A mund të shkoj? Sigurisht ne po shkojmë, princesh. Hajde. Princesh? Po, princesh. Nëse je kaq xheloz do ta them edhe ty. Zhduku. Tash më po iki. Nëse më lidh nuk do ndalem. Këta dy pse shkuan së bashku? Nuk e di, Hyma. Unë... A duhet të shkoj, është pak vonë, njerëzit tanë do të na presin. A duhet të të presu në ty, apo... Jo, mos u bëj budalla. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Nuk ja vlen të shqetësohesh për ata. Çfarë? Për Zipkinin dhe Hymën flas. Nuk ja vlen të shqetësohesh për ata. Mos u shqetëso. Çfarë po shpik ti? Çfarë më intereson? Ç'më duhet? Mund t'ja vlej ose jo të shqetësohem, ç'më duhet mua? Në rregull. Dhe ç'do të thot ajo princesh? Unë jam prokurore. A si duhet të të them shtrig? Mos thuaj asgjë. Asgjë. Nuk ka asgjë më të vështirë se ta kuptosh gruan, në të vërtetë. Shumë e rëndë është kjo. Mirë, unë jam i vdekur. Çfarë po bën në makinë me Karajnë? Dil jashtë, do të çoj unë në shtëpi. A e fike komplet telefonin? Ke një telefonat të humbur. Shiko. Ndalu! Ndale veturën! Habe dritarën! Çfarë ndodhi? Dale veturën! Mirë, çfarë ndodhi? Dale veturën! Në rregull, do ndalem. Dale! Do ndalem së shmejti. Dale veturën! Me njerë ndalu aty! Do ndalem. Jo pra. Hajde.
Ja tani po dale. Hajde. Kara! Mos më të shmen tani ndalu! Kjo le të jetë një mësim për ti, vëlla. A ikën më! Sare? Sare, mund të hapësh derën? Sare? Sare, të pak të përgjigjo thirrjeve të mia. Sare? Sare, hape derën. Kam mbetur vetëm byrek. Mundet një byrek, mundet. Byreku është i mirë, mundet. O, zot. Gylaj shej me dashur. A hëngri ky? A duhet të ushqet edhe më? E haroj se ka ngrënë ushqim, pra çfarë të bëj? Po të haja s'do të haroja, por unë nuk hëngra. Në rregull, por shiko, nuk do të harrosh këtë që ke ngrënë, në rregull? E kuptova. A do të bëj edhe pak çaj? Në rregull. Mere, pra. Të falenderit shumë. Gylajshe, zemër, hajde dil jashtë. Të paktën mos i shërbej këtij njeriu. A je i sigurt, barbar? Shiko, unë mund të ri këtu. Jam i sigurt, hajde. Pse për shkakun tim? Çfarë po thua në mes të natës? Mbaje mend atë shkopin që përmendi. Ai tha se nuk mund të bëj nusja për shkakun tim. Kjo është arsyeja pse po pyes. A unë... Aq keq të kam bërë ty më thuaj? Çatal. Shiko, ne do të bëjmë një marrëveshje. Ti nuk do flasësh për të kaluarën. Dhe nëse harron vakte që hëngre, unë nuk do të zemrohem me ty. U morëm vesh. As për Shirinin nuk duhet të flas? Në rregull. Barbar, në rregull. Në rregull është barbar.
Emrin e saj edhe një herë nuk do ta përmendesh. Në rregull. Në rregull? Atëherë, atëhera duhet ta hedh këtë fotografi. A duhet ta haroj edhe Shirinin? Por shiko, s'kam nevojë të haroj, apo jo? A mund të qëndroj kjo fotografi me mua birë, ha? Bar... Sa kohë ke që e ke këtë fotografi? Ata kanë qenë gjithmonë këtu. E kuptoj. Çfarë duhet të bëj me këto? Le të qëndrojnë me ty. Kthej në portofolin tënd, në rregull? Pastaj ulo dhe haje byrekun, mandej do të vlesh. A u kuptuam? Barbar? Ky lajshe nuk e duroj dot më. Do të durojmë. Së bashku ne do të durojmë. Ne do të harrojmë si çatalli që të mund të kalojmë testin. Nuk mund të harroj pra. Sa herë që e shikoj këtë njeri, mbaj mend gjithçka që bënte. Aman, ai në rregull, shiko dhe për çfarë shqetësohesh. Unë do të gjej një mënyrë për ta kthyer atë deri nesër, më së voni e besoj këtë gjë do ta heq mendjen. Pëlqeu kjo, pëlqeu. Kështu dua të vish tek unë, me këto ide. E në rregull, atëherë më lejo që të bëj unë ashtu të bëj unë të shkoj të kuptoj se çfarë detyra është të bëj nesër, më mirë është të mendoj këtë. Në rregull, hajde. Gylajshe. Mendoj se e gjeta. Çfarë? Që ta kthejmë atë gjë? Gjeta një mënyrë që të dy ta kthenim. Ne të dy? Si qenë ka puna? Ne, do me thënë ti dhe unë. Pra me gjithmend, ti dhe unë, dua të them... të dalim për darkë nesër mbrëma.
Ne të dy. Çfarë duhet të bëjmë nesër në mbrëmje? Ne të dy vetëm. A nuk duhet të dalim për darkë nesër në mbrëmje? Ha? Dhe shokun tim të dhomës mund ta mbyllim me çatallin. Mund të kalojmë shumë bukur. Si thua? Ha. Pra ti do të dalim për darkë vetëm për të shpërqendruar nga çatalli, do me thënë e thua? Unë kam disa borxhe për të paguar, prandaj. Ha? A? Mbetesh ashtu. Gylajshe. Ha? Ne gati sa bëm një dasëm. Por nuk mund të dilnim as për një darkë të përshtatshme së bashku. Dhe kisha një premtim për ty, do e mbaj. Dhe ndoshta mund të flasim për gjëra të tjera. Në rregull? E mirë atëherë? Haha. Gylajshe. Ha. Faleminderit. Për sot. Për çdo ditë faleminderit. Ja. Ja. Mirë mëngjesi, vëllaim. Djalë, ti apo tallesh me mua? Çfarë ndodhi birr? Më shiko mua, unë jam një person shumë i ndyrë. Pse nuk e ndalon makinën kur të them dhe më detyron të përtas? Pse po e dërgon Sarën në shtëpi? Bira, ki filluar të punosh si shofer? Mund të jap disa këshilla, vëllaim.
Bëhu vetja. Mos mendo as për dikë tjetër, kur ke një grua tjetër me vete. Do të djegin, do të digjesh. Hajde, çfarë duhet të bëj birë, ha? Çfarë të bëj unë? Sare nuk doli vetë nga makina. A duhet të hedhë poshtë? Bëhu zotri, o ari. Mirëmëngjes, të pastre. Mirëmëngjes, Ju si voftë mirë. vojim. A do të bëj edhe për ty çaj? Jo, motër, unë kam grënë. Erdha ta marr ekipin ton mashkullor. Çfarë ka? Gylashe ka një takim dhe Barbarosi po vepron si truproja e saj. Ai pyeti nëse do kujdeseshin për çatallin. Aha. Shko ndihmo. Djali i gjor. Të jetosh me një baba që urren nuk është e lehtë. Sigurisht. E po mirë atër. Hajde shkojmë. Hajde. Hajde pra. E dje ma hani diçka para se të Do të shkoni? ham diçka rrugës. Dhe gjejmë njerë këtë djalë për para se kjo vajzë të zjohet. Mirë, birë, do ta gjejmë babajnë tënë, mos u mërzit më njëherë. Mos u mërzit më njëherë? Kur do i propozosh ti Merxhanit? Së pari do të marrim letër njoftimin. Hajde, ja pra. Nuk e hapa e vajzë, nuk dëgjon, mos u lodh, as pak se hap. Ik marrë shka. Zotërinj, po mundohem ti edhe këto dhe ti do të hysh mbrenda. E jeni në mbrëmje, hajde. Ne nuk erdhëm për të deur, kishim një pyetje për ju. Cilin? Ayash Ragip. E quhen Ayash Ragip. A nje? Ayash Ragip? Kush është ai? Unë nuk e njoh atë. Mendo mirë për këtë, ndoshta e kujton. Unë po them nuk e njoh, ti po më thua ndoshta e kujton. Hajde largoni nga dyqanim. A ishte një nga të vjetrit. Vëlla, më se njeh ti? Sigurisht e njoh. Por ka kaluar një kohë e gjatë ka ikur nga këtu. E sa kohë ka kaluar? Rreth një viti. Një vit. Dhe më thanë, a i s'ka vdekur. A e di se ku është vendos ky njeri? Ajo u transferua në Sanier. Ai do se ndodhet në lagjin ku kaloi natën. Faleminderit. Faleminderit.
Hej, fëmi, shiko, nuk dua të shoh asnjë gërvishe kur të kthehem. Do ju rra pastaj. Sa para do të na japësh që mos e gërvishtim? 200 për një gërvishtje. U kuptuam. Mirë, hajde kujdesuni për makinën tani. A e dini se ku jeton Pjanici Ragip? E ke fjallën për atë tipin e qelbur? A jeton në këtë shtëpi? Vëlla, e mirë. Shumë mirë jam. Le ta gjejmë atë tipin. Ta verifikojmë që unë jam pasardhës së tij, atëherë do të jem më mirë. Sigurisht do ta gjesh. Më në fund do të bashkoheni me Merxhanin. Pikërisht. Hajde. Pjanici Ragip.